Mendoj se të rinjt duhet ta lexojnë sepse e gjithë kjo lëvizje dhe pasojat që prodhoi, demokracia, europianizmi, hapja, përfaqësojnë një nga kulmet e historisë së Shqipërisë dhe popullit shqiptar. Së dyti, mendoj se ja vlen të lexohet jo vetëm për detajet që sjell libri dhe episodet aty, por edhe për të treguar, për të mësuar se në këtë parti, Partinë Demokratike, si parti paraopozitare, kanë ekzistuar një grup intelektualësh, të zgjedhurish, drejtuesish, të cilët kanë zhvilluar betejë epike quajtur për demokracinë e brendshme, për diversitetin, pra për vlerat e demokracisë perëndimore. Kanë sakrifikuar dhe karrierën për këto vlera, që do të thotë se Partia Demokratike e ka dhe këtë trashëgimi, është pasuria e saj në ato fillime. Do thoshe që në kujtesë ngelen ndonjëherë ata që sakrifikojnë për vlera, jo ata që kapen me thonjë pas kushtetit.